Zonja Qela, ju keni vite që investigoni krimin dhe lidhjet e krimit organizuar me pushtetin. Çfarë dini ju për këtë takim në Aruba? A ka ndodhur vërtet ai dhe çfarë dini konkretisht? Atëherë, unë do referohem së pari librit të autorit, gazetarit që ka prodhuar dhe ka përshkrim librin që quhet Të pamposhturit. Libri, me që kam pas dhe mundësin të lexoj, nuk flet vetëm për episodin e Arubës, por flet për një sër eksponentësh shqiptar, të cilët kam pasur një rol të ndikuar ose kam pasur një aktivitet të caktuar në Itali apo dhe në vendet e BE-s. Gazetari Nela ka marrë dosjet e vendimeve gjyqësore, vendimeve të institucioneve ligjzbatuese, ka marrë edhe të hetimet paraprake dhe ka bërë këtë cikël shkrimesh. Mos gaboj, jam mbi 10 personazhe të rëndësishme të eksponentë shqiptar të cilët në Shqipëri kanë aktivitete, kanë biznese të caktuara dhe gazetari në librin e tij parashtron të tëra faktet që ai ka. Për të ndalur në takimin e Arubës, në fakt nisur nga unë e kam publikuar në shtek.org në momentin që u publikuar shkrimi i parë në Itali, që lidhe pikërisht me këtë takim. Kam kaluar publikimin e këtij takimi sepse kam qenë në dieni të fazave që ka çuar gazetarin dhe njoh gazetarin për punën e tij serioze, sepse ndonjëherë në mediat italiane apo dhe në mediat e tjera, për shembull, mund të kvotoj Delimirën, ne Shqipëria etiketohet me pa të drejtë si e përfshirë në krimin organizuar apo eksponentët. Pra, të themi, ajo gazetaria tabloiste. Sa unë kam lexuar për librin dhe sa kam ndjekur procesin e gazetarit në hartimin e tij, ai është i referuar të tëra dokumentave me të cilat kanë rrjedhur, ka pasur mundësi të posedoj. Pra, takimi i Arubës ka ndodhur. Por në gjykimin tim, qoftë edhe nga ajo sa ju prezantuat nga deklaratat publike të eksponentëve politik shqiptar, unë mendoj që i bën një nder krahas kryeministrit të vendit, duke e atashuar dhe duke e lidhur atë me deklaratat të ngjashme, sepse në gjykimin tim nuk ka prova që lidhin drejt për së drejti kryeministrin e vendit. Opozita shqiptare në gjykimin tim ka të tëra mekanizmat ligjzbatues ose format e veta për të kërkuar një hetim, për të çuar më tej punën e një gazetari. Nuk mund të merret një shkrim apo një libër i publikuar nga ky gazetar dhe të kthehet në betejën e opozitës, sepse vetëm për krimin organizuar nuk flitet, vetëm për çështjet që nuk flitet. Po, janë të dhëna të takimeve që kanë ndodhur, në libër përmenden dhe personazhet kush kanë marrë pjesë në këtë takim. Takimi ka ndodhur në mjet datave, ose ka qenë një takim 24 dhe 31 janar të 2019. Pjesë e dosjes, gazetari nuk përmend as për Black Eagle, as për Ora, paktën në librin që unë kam lexuar, nuk ka informacione të tilla dhe të dhënat janë të konfirmuara nga informacionet e Europolit apo agjencive ligjzbatuese gjermane, por edhe italiane. Më së shumti ka biseda që janë të përfshira për shkak të hetimeve që kanë pasur personazhe të caktuara në hetimet e organeve ligjzbatuese dhe ata flasin për një takim të tillë. Por më shumë se sa lidhjet që e bën opozita takimit në Aruba, për mua është, unë do doja ta kthenim diskutimin aty me të cilët ju vetëm e prekët tangent. Në takimin që thatë, po, në këtë vend është dërtohen kullat. Dhe për fat të keq nuk flet për kullat as opozita, që ne na kanë marrë frymën, është në të gjitha raportet ndërkombëtare, në të gjitha raportet e organeve ligjzbatuese që unë lexoj, ndërtimi dhe ndërtimi i kullave është parë dhe shikohet si mënyra kryesore e pastrimit të parave në Shqipëri. Nga takimet dhe të dhënat dhe intervistat që ka folur gazetari, bëhet fjalë për ndërtimin e një kulle në qendër të Tiranës. Kulla është vendi ku është kulla janë të identifikuara, është dhënë leje
por dhe pse është dhënë leja e ndërtimit aty nuk ka, në libër nuk përmendet. Nuk përmendet, okay. Dhe pse është dhënë leja... Shpjegoj Mali i Tiranës. Berisha për shumë e tha. Nuk më rezulton që është Mali i Pas Berishës. Dakor, por në libër nuk përmendet. Pra, në qoftë se një opozit do marrin në diskutim për të nisur nga një takim në Aruba, takimet, grupet kriminale mund të takohen në Aruba, mund të takohen të 15 katëshi, mund të takohen të 24 katëshi, mund të takohen gjithkusht, sepse dhe ata kanë gjendën dhe punën e tyre. Në gjykimin tim nuk është ky problemi i këtij takimi. Njerëzit që kanë qenë të përfshirë në atë takim është më shumë janë njerëz të lidhur ndërveti me bizneset të caktuara, por gazetari nisur nga informacionet që ka patur, nisur nga dosjet që ka lexuar, nisur nga intervistat që ka realizuar, apo dhe nga sa ka dëgjuar nga përgjimet ambientale të realizuara, bëhet fjalë jo vetëm ai thot në libër ose përshkruhet me detaje libri se si është zhvilluar ky takim, por dhe si flasin të tjerët për këtë takim, por janë persona që kanë të gjithë lidhje me njëri tjetrin. Por e rëndësishme është sepse po flitet për investimet në kulla. Dhe unë të doja nga opozita, nga kryeministri i ardhshëm që pretendon për të ardhur në qeveri, të ketë një diskutim të qartë sa i përket investimeve të krimit organizuar në Shqipëri. Jo nëpërmjet një individi të vetëm. Një individi vetëm dhe më pas prap e fundit që ndoshta për t'i dhënë përgjigje, po gazetari e ngren lidhjen që përfaqësuesi i qeverisë Rama ngre dyshimin, referuar gjithmonë këto dokumentave që ai ka, ngre dyshimin që ka marrë pjesë takim njerëz. Unë kam një paqartësi shumë të rëndësishme. Jo, për të mos ikur bisedës. Kam një paqartësi shumë të rëndësishme. Kur e kam unë, e kam një pjesë e mire e shikuesit. Tani, si mund të shkohet kaq larg, se këtu krimi është ulur këm kryq. Këto vërtimet që themi e të gjitha. Tani kaq shumë larg tani për të diskutuar probleme të rëndësishme të Shqipërisë. Kur e kemi këtu pse është Aruba? Pse është shkuar deri atje? Ç'është kjo gjë? Se kuptoj këtë gjë mirë. Në gjykimin tim, vendi që është përzgjedhur aty, ose sa thuhet në libër, jo në gjykimin tim, unë prapë po i referohem librit që është thënë. Është një vend që personazhet që kanë qenë të përfshirë, ndoshta edhe për arsye dhe sigurie, nuk kanë mundur të vinë në Shqipëri. Në përgjime nuk flitet vetëm për këtë, ose në librin e gazetarit italian, zotit Nela, nuk flitet vetëm për takimet e zhvilluara mes datës 24 dhe 31 janar, po flitet për një takim tjetër mes datave 25 dhe 28 dhjetor të 2018. Mos kanë vajtë dhe për flash këta atje? Unë mendoj që një rrugë dy pulma kanë bërë si qeftë. Që bukur, vendi bukur, shumë bukur. Nuk mendoj se parat nuk mungon. Parat nuk mendoj se kjo është çështja pse kanë vajtur dhe aty. Ju a thash, njerëzit që kanë marrë pjesë janë më shumë të lidhur me bizneseve me njëri tjetrin. Pra ka qenë një diskutim, çfarë do bëjmë për të investuar në një zonë, në një kull që është Shqipëria. Sepse ndoshta disa personazhe të caktuara nuk e kanë patur të mundur për të hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, ndoshta edhe për shkakun e sa që e pat ambientin, edhe për kaluar disa ditë. Por nuk është ky takimi, takimet ndodhen. Takimet në mes grupeve, Qartë me qartë, jo. Takime shqetësues, sa del nga ky, për mua, pikërisht ju me të drejtë e thatë që pari, për mua shqetësuese kryesore nga ky takimi këtu, është vetëm diskutimi për se si të injektohen parat dhe se si të investohen parat në ndërtimet në Shqipëri. Aty flitet edhe për njerëz të bankave, që flet libri të përfshira, pra dhe për mekanizmi, si të ndërtojmë një mekanizm që nëpërmjet bankave të caktuara parat të injektohen dhe mënyra se si të injektoheshin këto parat të ishte ndërtimi. Pra, kjo është çështja, nuk është asora, nuk është edhe ndoshta dhe përfshirja e ndonjë zyrtare të qeverisë Rama, nuk e bën çështje më problematike sepse pasojat ne i kemi këtu në mes të Tiranës dhe mes të Shqipërisë. Fundi që do të them, më fal, vetëm për të qenë fair me lexuesin, gazetari pasi ka me që ti më që shkruan kështu dhe ja fut lexues të gjithë, po kërkoj ndjes. Në këtë rast kemi shikuesin, gazetari për të qenë, për t'i dhënë, nuk merr përsipër të thotë kjo është e vërteta absolute, të cilën ai ka referuar, por ka insistuar gjatë për të marrë edhe një koment apo edhe një gjykim të qeverisë Rama apo dhe të kryeministrit Rama mbi gjetjet ose mbi ato dokumenta që ai ka pasur mundësi për të parë.